Sot në ritualin e zakonshëm të monologut mashtrimeve të së dielës, Edi Rama foli për sigurinë energjetike. Me këtë rast, unë dua të deklaroj se Partia Demokratike mbështet plotësisht investimet amerikane në Shqipëri, ndonëse ajo nuk ka asnjë njohuri për marrëveshjet e firmosura. Sikundër, kjo parti mbështet përpjekjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara për diversifikimin e furnizimit me gaz në Europën juglindore, në Europë dhe Mezhër. Po në këtë monolog, Edi Rama u deklaroi shqiptarëve se nga Pasha Limani do të ndërtohen anije luftarake për eksport për vende tjera. Ngjet një lloj me fantazinë e tij se samiti i NATO-s sipas tij do mbahet në 2027 në Shqipëri dhe po sipas tij ky samit do të garantohet dhe sigurohet nga dron made in Albania. Do me thanë Shqipëria do prodhojë dronet më sofistikuara. Së fundi, Edi Rama bëri fjalë dhe për një arritje tjetër të madhe, sepse një NGO ka vendosur të mbajë në Shqipëri kongresin e saj vitin e ardhshëm. Në fakt, sipas tij, kjo është shoqata botërore e juristëve dhe që kongresi do t'i kushtohet ligjit dhe shtetit ligjor. Një lloj kjo me çmimin e ushqimit që mori Sofolazri në një kohë kur shqiptarët ishin bark bosh, xhep bosh dhe dyqane boshe. Në fakt, në Shqipëri ata vinë në një vend ku shteti ligjor është zëvendësuar me kodin e mafjes, ku prokuroria është bllokuar tërësisht në përpjekjet e veta në luftën kundër korrupsionit.